Blerja e produkteve dhe shërbimeve nga komoditeti I shtëpive tona është bërë përparësi e jashtëzakonshme e kohës në të cilën jetojmë. Pavarësisht, nëse kërkojmë ushqim, rroba dhe këpucë ose dhuratë për ditëlindjen e dikujt, interneti na ofron opsionet e pakufizuara për t'i marrë me gishtat tanë. Qytetarët e Maqedonisë vitin e kaluar në pikat e shitjes virtuale në vend dhe jashtë vendit kanë shpenzuar gati 650 milion euro. Megjithatë, në mes të kësaj lehtësie fshihen edhe rreziqe të mundshme. Kriminalet kibernetik po bëhen më të sofistikuar dhe po përdorin taktika të ndryshme për t'i abuzuar klientët dhe për t'i vjedhur informacionet personale dhe, natyrisht, para. Nga phishing mashtrimet që imitojnë faqet legjitime të internetit deri te portalet e pasigurta dhe mënyrat e pagesës, blerjet në internet janë të mbushura me një sër rreziqesh. Për shkak të kësaj, është mirë të ndiqni disa rekomandime për të siguruar që do të mbetni të mbrojtur derisa paguajmë në internet. Kur blini në internet, qëndroni në faqet e internetit të njohura dhe me reputacion. Sigurohuni që faqet në të cilat e blini e përmbajnë protokollin HTTPS, I cili tregon lidhje të sigurt. Kjo ndihmon që të dhënat dhe informacionet tuaja personale të pagesës të mbeten të mbrojtura dhe nga përgjimi I kriminalëve kibernetik. Më tutje, krijoni fjalekalime të fortura në llogaritë tuaja të përdoruesve në internet dhe aktivizoni vërtetimin me 2 faktor, gjithnjë kur kjo është e mundur për të shtuar shtesë të sigurisë. Keni kujdes nga phishing mashtrimet dhe jeni të kujdesshëm kur dikush përmes postës elektronike ose SMS mesazheve do t'ju kërkojë të dhëna bankare. Kompanitë legjitime nuk do të kërkojnë kurrë detaje kaq të ndjeshme përmes këtyre kanaleve. Përdorni mënyra të sigurta të pagesës, si kartela kreditore ose shërbimet e transferit të parave të njohura botërisht. Këto opsione ofrojnë mbrojtje shtesë kundër mashtrimeve dhe transaksioneve të paautorizuara. Nga ana tjetër, rekomandohet të shmangni kartela debitore dhe transaksione direkte bankare, pasi pagesa nëpërmjet tyre ofron më pak mundësi për kthimin e mjeteve, në rast se mashtrohen. Është këshill e mirë që t'i kontrolloni rregullisht raportet bankare dhe pasqyrat e llogarisë tuaj për të siguruar që nuk ka transaksione të paautorizuara. Raportoni menjëherë çdo aktivitet të dyshimt në bankën tuaj. Zbulimi I hershëm I mashtrimeve mund të zvogëlojë dëmet e mundshme dhe t'i rrisë shanset për kthimin e mjeteve të humbura. Shmangni blerjen dhe shpërndarjen e informacioneve të ndjeshme bankare kur lidhni me rrjetet publike dhe të hapura Wi-Fi, pasi këto janë shpeshherë të pasigurta dhe të ndjeshme ndaj hakerëve. Është mirë të përdorni VPN, rrjetin privat virtual për të shifruar lidhjen tuaj të internetit dhe për t'i mbrojtur të dhënat tuaja. Kur dëshironi të blini nga ndonjë shitës I ri ose për ju I panjohur në internet, fillimisht hulumtoni reputacionin e tyre përmes komenteve dhe vlerësimeve që njerëzit kanë pasur tashmë përvojë me ta. Duke I ndjekur këto rekomandime dhe këshilla, mund të vazhdoni me blerjen nga shtëpia juaj dhe të shijoni komoditetet tjera që I ofron bota digjitale.